Ndërsa konkurenca globale e fuqisë zhvillohet në rajonin tonë, Turqia ndikohet drejt për drejt nga çdo zhvillim dhe nuk ka luksin ta shikojë atë nga tribuna, kështu shpreh e njëjtën presidenti Recep Tayyip Erdogan. Ky fundit thotë se Turqia duhet jetë e përgatitur për çdo skenar të mundshëm dhe të menaxhojë ngjarjet në rajon në një mënyrë që të përfitojë nga vendi ynë. Mëtej ai thotë se Turqia ndodhet në zemër të 3 kontinenteve, duke ofruar mundësi unike strategjike, por gjithashtu përballon sfidat e saj. Gjatë ditëve kur fuqitë e huaja shpallin synimet e tyre për të ndarë rajonin ton me harta të reja, ne duhet të harmonizojmë politikat tona në përputhje me rrethanat. Me lejen e Zotit, ne nuk do të lejojmë sionistët të kryejnë operacione të reja në rajonin ton, thot ai. Në lidhje me Sirinë, Erdogan thekson se Turqia bëri atë që ishte e drejtë, morale dhe e ndërgjegjshme në vendin fqinj. Që nga rënja e regjimit të Bashar al-Assad në dhjetor, rreth 133.000 nga mysafirët tanë sirian janë kthyer vullnetarisht dhe me nder në adeun e tyre, thot Erdogan. Numri i vëllezërve dhe motrave tona që janë kthyer të sigurt në Siri ka arritur në 873.000. Ndërsa forcohet rendi dhe stabiliteti në Siri, shpresojmë që ky numër do të rritet. Siç e përmenda më parë, ne nuk do të detyrojmë askënd, por do të ofrojmë lehtësimin e nevojshëm për vëllezërit dhe motrat tona që dëshirojnë të kthehen, u shpreh Erdogan. Duke vënë në dukje përpjekjet kundër terrorizmit, Erdogan tha se Ankaraja është më afër se kurrë për të çliruar përgjithmonë dhe përfundimisht kombin nga terrorizmi që ka shfrytzuar gjakun, jetën dhe burimet e njerëzve për 40 vjet. Një situatë ngjashme shihet edhe në Gaza, ku pavarësisht nga të gjitha presionet nga lobi global sionist gjatë gjenocidit edhe masakrës 471 ditore, Erdogan tha se Ankaraja me guxim u qëndroi pranë vëllezërve dhe motrave të saj. Turqia është një nga vendet e pakta që kaloi testin e njerëzimit në Gaza me kokën lart. Sot, ndërkohë që shumë vende nuk mund ta shikojnë popullin palestinez në fytyrë, ne jemi të nderuar nga lutjet e sinqerta të vëllezërve dhe motrave tona nga Gaza. Në luftën Rusi-Ukrainë ne përsëri u përballëm me zgjedhje të ngjashme, ndërsa pothuajse të gjithë po nxisnin luftën, ne qëndruam për paqen. Tani e shihni pothuajse të gjithë ata që na kritikuan në të kaluarën, tani janë të detyruar të pranojnë politikat e balancuara të qeverisë sonë, qofshin ata rivalët apo miqtë tanë, pothuajse të gjithë po e pranojnë se Turqia bëri një veprim shumë korrekt dhe larg pamës në kohë kritike, tha presidenti turk.